Kontrollet e jashtëzakonshme janë kryer në një kompani në Gostivar, e cila posedon leje për kultivimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se gjatë kontrollit janë gjetur fuqi plastike të mbushura me marijuan, për të cilët kompania nuk posedon asnjë dokumentacion. Kompani kjo, e cila është në pronësi të personit me inicialet AK 52 vjeç nga Republika e Shqipërisë dhe AR nga Bosnia dhe Hercegovina. Ndërkaq nga MPB theksuan se kontrolli i objektit është kryer në prani të njërit prej pronarëve dhe drejtuesve AK dhe punonjësit CI, 39 vjeç nga Republika e Slovenisë, me vendbanim të përhershëm në fshatin Sedlarse e Epërme, rajoni i Tetovës. Në procesin e rritjes së bimës së kanabisit janë konstatuar një sër paregullësish që bie ndesh me ligjin për kontrollin e drogave narkotike. Për këtë arsye dyshohet se prodhimi i kanabisit ishte destinuar për tregun ilegal. Gjithashtu u konstatua se kanabisi thahej në 2 salla dhe në njërin nga sallat u gjetën 9 fuqi të mbushura me lule të thatë kanabisi, për të cilin personi juridik nuk ishte dokumentacion. Ndërkaq, pas udhëzimeve të prokurorit publik, kanabisi i gjetur, bimët dhe lulja e tharë është sekuestruar dhe dorëzuar në Agjencinë për Menaxhimin e Pasurisë së Pronës së Konfiskuar, ndërsa pronari dhe punonjësi janë arrestuar.